urdhrat i japin e prorët, se kush janë e prorët dihen mirë. Shefat e komisariateve janë aty për të ekzekutuar vendimet e prorëve. Janë aty për të garantuar sigurinë e çdo deputeti i cili hyn dhe del nga kuvendi. Gardin e kemi parë. Nuk kanë qenë 1500, siç u tha më përpara, po kanë qenë 4500 forca policia. 4500 forca policiere të instaluar pikërisht përpara kuvendit për të ruajtur sigurinë nga vezët, nga mielli, nga domatet të çdo deputeti, pikërisht nga ato protestues dhe aktivistë të cilët kishin zënë rrugën nacionale apo rrugën kryesore me të cilën protestuesit kishin vendosur që të gjuanin me gur, jo, me vezë. Por ju kujtohet një deklarat, një informacion që unë bëra në lidhje me vezët, vezë mërmer. Në fakt, shumica prej jush nuk e di pse e kanë kish interpretuar, apo kanë dashur ta kish interpretojnë, apo ta interpretojnë në një mënyrë jo realiste. Të bësh humor, apo sarkazëm, po është e drejta gjithë secilit. T'japësh informacion dhe t'i qëndrosh publikut besnik në ato gjëra që dëgjon, beson dhe thua, është një gjë tjetër. Po, është e vërtetë që policia e shtetit ka gjetur një pretekst për të vepruar në atë formë, duke arrestuar me ditë të tëra apo duke mbajtur njerëz në komisariate. Si njerëz të rrezikshëm, me kapsolla, me mjete rrethanore, apo të cilat mund të sillnin dëmtimin apo mund të cënonin shëndetin e deputetëve. Kështu që kjo është e vërteta, kështu që dëgjojeni mirë këto gjëra, dëgjojeni deri në fund se çfarë ju thot ajo për të cilën është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Sot protestuesit janë të qartë që brenda radhëve të tyre ka patur edhe punonjës civil të policisë së shtetit apo të shërbimeve sekrete, të cilët kanë nxitur dhunë për ta bërë pis një protestë të tillë. Kështu që bashkë do shihemi në informacionet e radhës në rubrikën Pyetje përgjigje me Anduena. Ju dua shumë.